Presidenti Trump vazhdon me intervistat e shpeshta, thuajse çdo ditë, duket pa skript, i pa përgatitur, duke ndjerë atë idenë e supermarketist ti ndaj gazetarëve. Natyrisht që të jepet e drejta të intervistosh presidentin e Shtetet e Bashkuara në zyrën ovale, konsiderohet nder. Dhe ti nuk shkon atje që të tregosh se je më i zgjuar se presidenti, që kërkon ta kapësh mat dhe të dalësh si ushtar i bindur i pronarëve të kanalit stacionet ku ti punon. ABC News dikur ka qenë nga networket, kur ka pasur Peter Jennings, kur Bill O'Reilly ka qenë si korrespondent, që ka pasur një reputacion dhe audiencë të madhe. Nuk e ka më. Networket, ABC, CBS, NBC janë kanalet majtë. Korporatat që e kontrollojnë, kërkojnë bëjnë biznes dhe natyrisht përfaqësojnë interesa financiare të ndryshme. Në Town Hallin që organizoi Cuomo, The News Nation, duke pasur Afrikan-Amerikanin Smith dhe ikonën e konservatorizmit Amerikan O'Reilly, kishin presidentin Trump rreth 35 minuta, sekretarin Kennedy dhe Steve Bannon. Si fokus ishin ftuar. Bill O'Reilly tha që në fillim, përpara se të fillon Town Hall, nuk jemi këtu për të kapur në gabim presidentin Trump, por të diskutojmë dhe të analizojmë çfarë po ngjet realisht në këto 100 ditë që duhen të konsideruar që 100 ditë suksesshme. Trump ishte përgjigjur çdo pyetje, por kur Bill O'Reilly, mik personal mbi 35 vjet, kërkoi ta trysnonte tek tarifat, tek autoriteti i Amerikës në përbot, duke thënë kush është gabimi më i madh i juaj në këto 100 ditë, o tha, kjo pyetje lehtë sepse unë nuk mendoj se kam bërë një gabim. Pra, kjo është natyra e presidentit Trump. Ai është hedhur në sulm sepse pollet kanë nxjerrë që Amerikanët e aprovojnë nga 39 deri në 40% politikën e presidentit Trump, por Trump ka drejt kur thotë që ju me pollet tuaja merrni shumë demokrat në pyetje se sa republikanë. Dhe nëse ti do të marrësh shumë demokrat, siç është e vërtetuar me New York Times, me Reuters, dihet që do të kalojë, sepse dihet Trump fitoi 77 milion vota. Ata që votuan për Trump nuk deklarohen nëpër pollet kundër tij. Është fakt, ja kam thënë disa herë, njerëzit besojnë atë që duan besojnë. Trump po kryen një kundër revolucion. Revolucion ishte ai kraut majt, radikalëve të majt. I suksesshëm absolut në mbylljen e kufirit. Ai thot 99.99%, por Bill O'Reilly thot 95%. Biden thoshte që nuk kryet. Kjo është kryer. Wokizmi, stop. DI, zyrat që favorizonin me kota falas në për zyra rëndësie dhe për universitete janë mbyllur. Sulmet ndaj Harvardit kanë bazë reale. Dhe Trump thot pse duhet të japim miliardë dollar në vend se të japim njerëzve, po të japim Harvardit që nxit wokizmin e majt. 94 deri 95% e profesoriatit janë të majt. Socialist, realist. Dhe Trump thot përse kanë hequr provimin e matematikës për të hyrë në Harvard, por kanë bërë një provim të lehtë 2 dhe 2 bëjnë 4, për të lehtësuar pikërisht që të hyjnë në këtë universitet të madh ata njerëz që janë kundër nacionalizmit, kundër kombit, kundër drejtave së familjes, të njerëzve dhe janë thjesht me ide socialiste. Në lidhje me tarifat, këtu është një problem që askush nuk e di se si do të shkojnë. Në qoftë se realizon një deal me Kinën, do të jetë i suksesshëm. Deri tani ka krijuar tronditje të mëdha tek stoqet e Wall Streetit. Trump tha që unë nuk jam njeri i Wall Streetit, por i Main Street, edhe pse është miliarder. Ka hedhur idenë për taksat milionerëve. Dhe në qarqet e tij të brendshme ka thënë vetë nuk e di pse reagoi në këtë mënyrë Wall Street.
Natyrisht ai ka shumë kundërshtar. Në kabinetin e tij ka njerëz që janë kafshues, bërtitës, skandalozi Pentagonit Elon Musk, ka dhe njerëz intelektual, mundësues, siç është Rubio, por dhe gay Sorosian besen të këthesari. Mbledhjet e kabinetit Trump janë të vështira. Të gjithë sekretarët e departamenteve detyrohen të bëjnë lajka, lavdërime ndaj Donit. Reality TV, po, ai fton kamerat dhe në reality TV do të kesh konflikt dhe ai lejon që ata bërtasin për të gjithë për ulen ndaj tij. Ambasadori Bolton, i cili ka qenë thuajse një herë në 2 javë në Fokus, thotë që kjo është e papranueshme, është e turpshme, por ky është Trump. Duhet të ishim të përgatitur dhe ende nuk dim se si do të sillet. Gazetari e ABC News natyrisht pati disa pyetje që e vurin vështirësi. Autoriteti i Amerikës ka rënë, ai e kundërshtoi. Por gazetari e ABC News u mori një kohë shumë gjatë me një refugjat që gabimisht ka shkuar në El Salvador, që sipas Trump është pjesë e gangsterëve të Venezuelës, dhe nuk u mor me gjërat kardinale, kufirin, ekonomia. Marrëveshja për materialet e rralla të Ukrainës me Amerikën, të firmosur nga Sorosiani Gay Thesarit dhe zëvendëskryeministri e parë e Ukrainës, tregon që gjërat po shkojnë aty ku do Trump. Do të jetë një marrëveshje 50-50, nuk ka të drejtë për privatizim, të dyja palët do të kenë të njëjtën power për të vendosur. Janë materialet e rralla, është gazi, është nafta dhe do të fillohet me investime për 10 vjet. Fitimet do të shkojnë për rindërtimin e Ukrainës, pra favorizon Ukrainën, edhe pse nuk është dhënë hapësira ajrore do të mbrohet nga amerikanët. Pra Trump realizon pikën e parë. Putini e shikon se nëse Amerika hyn me investime në një vend, edhe do ta mbrojë. Askush nuk e di se si do të sillet me NATO. Ideja për 5% është njësoj sikur të dalë. Për një vend vogël si Shqipëria dhe gjysmën tonë Kosova, shikimi i syt janë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ka qenë i majt që nga 45 dihet dhe ndaj politikës shqiptare ka treguar. Më i thekshëm i majt dhe radikal ishin në kohën e Blenkinit që lulëzoi me 9 gradë ndaj Berishës dhe familjes së tij. Nuk ka asgjë të paligjshme të përdorësh edhe miliona dollar për një kompani lobingu, ligji e pranon, nëse shkelet ligji në Amerikë, s'ka pse shqetësohet as rakuni i Ballkanit, rakuni global, as dhe ata që shkojnë mbas tij. Nëse kanë e thënë ndonjëherë kanë gabuar, këtu të shkohesh. Siç ishte rasti i skandalit Bashës me paratë evakuuar nga Skocia, paratë ruse. Personalisht mendoj që nuk kishte nevojë Berisha për kompani lobingu, sepse ka akses te Manafort dhe La Civita. Janë të paguar, por nuk besoj që 2 emra të mëdhenj që kanë qenë pjesë e fitores Trump të vinë të humbasin Shqipëri. Kjo është logjika. Departamenti do të ketë shkurtime drastike, do të largohet platforma e majt dhe do të mbështeten forcat konservatore. Rubio, në ristrukturimin e departamentit, ku 136 zyra dhe bërë do të shkrihen dhe 136 zyra tjera do të shkojnë, do të plotësohen, do të vënë zyra tjera, do të shkarkohen 700 diplomat, ka thënë që ky departament ishte kthyer në një platformë për radikalët e majt kundër konservatorëve dhe nacionalistëve, duke përmendur Hungarinë, Poloninë dhe Brazilin. Do doja të kishte përmendur dhe Shqipërinë. Nuk e përmendi, tregon që nuk e njeh, tregon që nuk ka interes. Na mbetet ne që me aksesin që kemi në departament, me pyetjet tona të marrin dhe një përgjigje. Natyrisht që Departamenti Amerikan, Fokusit, por edhe përmes MCN-s, si i atashuar të qendra medias tuaj në departament, na në përgjigje gjithmonë. Ka një problem basësh teknik. Nga faqja zyrtare është hequr lajmi publikimit Blinken për nënkatën e Berishës. Dhe unë kam thënë që diçka po luan, Berisha mund të vijë në Amerikë. Ka disa mundësi për të ardhur, por këto vendoset
nga departamenti amerikan, pa diskutim nga presidenti Trump, dhe në qoftë është me logjikën që janë paguar $6 milion, sa mund pagoj Rama që të largoj, ka viza speciale, si ka ardhur malli imitat frashëri. Pra, çdo gjë mund ndodh. Ajo që më shqetëson janë pollet. Trump është hedhur në sulm ndaj polleve këtu. Hapni hetime, shkarkojeni, sepse krijojnë përshtjellime, krijojnë imazh të rrem. E njëjta gjë ndodh edhe në Shqipëri me pollet që realizohen jashtë Shqipërisë. Unë habitem se si opozita, Beri nuk ka pollet e saj, se mund të gjesh do merr edhe në Laos dhe në Vietnam, se çon si ka nga Italia dhe bëj pollet në Shqipëri. Nuk tregojnë asgjë. Rama mund të fitojë. Nuk varet nga unë, varet nga... Po ku janë 200 e sa mijë votat të diasporës? S'ka ndonjë poll për ta. Pastaj sistemi zgjedhor është shumë i ndërlikuar në Shqipëri. Nuk mund të realizosh me një poll të japësh përgjigje. Ky është mendimi im. Megjithatë, ata që vendosin janë shqiptarët.